Kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski ka shfaqur dilema nëse pushuesit Maqedonas duhet të shkojnë për verime në Greqi pas sjelljes së autoriteteve doganore greke me shtetasit e Maqedonisë. Dogana greke u ngjet autoveturave me targat Maqedonisë letra ngjitse ku duket shkurtesa në greqisht dhe anglisht Fyrom për Republika ish Jugoslave e Maqedonisë. Kryeministri Gruevski mendon se grekët po bëjnë çmos për të penguar turistët nga Republika e Maqedonisë që të shkojnë në Greqi. Tash mbetet që çdo qytetar i Maqedonisë të vlerësojë se si të veprojë ndaj një sjellje të pamoralshme sikurse kjo e palës greke, është shprehur kryeministri i Maqedonas për mjetet e këtushme të informimit. Maqedonasit e kanë si destinacion kryesor Bregdetin grek, ndërsa viteve të fundit ata kanë shfaqur interes edhe për Bregdetin shqiptar. Agjencitë turistike në Shkup thonë se është shtuar mjaft numri i personave të interesuar për të kaluar pushnimet në Bregdetin shqiptar. Neve sa jemi të mundur bëjmë reklama që destinacionet tjetë Shqipëria, dhe pse sa është mirë, afër, sidomos në të Shkupit, Maqedonisë. 300 km i ke Durrësit, domethënë. Çmimet janë relativisht të lira, krahasim me Greqinë dhe Turqinë, e cila Turqia për momentin është në aspektin e standardet të Maqedonisë, dhe ka shku shumë larg, njerëzit hezitojnë, shkon 1000 km në Turqi. Nga ana tjetër, shumë më i madh është numri i shtetasve të Maqedonisë të cilët nisen për në Bregdetin shqiptar me iniciativë private pa ndihmën e agjencive turistike. Mendohet se prej 300.000 deri në 400.000 shtetas të Maqedonisë parapëlqejnë dhe i kalojnë pushimet verore në Shqipëri. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.